Mirë mëgjesi, mirë se keni ardhur, ju ftoj që të ngrihemi në këmbë për ta filluar shërbesën. Ta nisim me këngën me numër 31, kur orëzo atë, kënga me numrin 3-1. Faleminderit për këtë mëngjes, faleminderit Perëndi për mirësinë tënde, për dashurinë tënde. Faleminderit Perëndi që ti na jep siguri, që ti na ke ruajtur o Perëndi, që ti na jep mbrojtje, që ne kemi mundësinë të jemi sot së bashku, të të adhurojmë ty o Perëndi, të të lavdërojmë ty, të vimë përpara teje me brit madhëzimi o Perëndi, të cilëm ty lavdët tonë. Lutem Perëndi që këtë mëngjes zemrat tona të jenë të hapura, mendjet tona të jenë të përqendruara tek adhurimi ndaj teje së bashku, edhe të jenë të përqendruara tek fjala jote o Perëndi, tek ajo që ti ke për ne këtë mëngjes. Na ndihmo që të jemi të gatshëm të marrim e të mbushemi me fjalën tënde. Na ndihmo gjithashtu o Perëndi që të jemi të gatshëm të inkurajojmë njëri tjetrin e të ndërtojmë njëri tjetrin sikurse ti na ke urdhëruar në fjalën tënde o Perëndi. Lutem që në fund të këtij takimi ti ta marrësh nderin dhe lavdin nga çdo gjë që do të bëhet. Lutem edhe një herë Perëndi, bekoj këtë shërbes, na përgatit mendjet dhe zemrat, në emrin e Jezusit lutem. Amen. Mund të uleni? Vazhdojmë me këngën tjetër. Kënga me numrin 38, nuk di pse Zoti mirësinë ka treguar. 3-8. Por un
ardhur sot. Shumë bekim që jeni këtu edhe mund të adhurojmë Zotin bashkë. Kjo javë ka qenë javë e ngarkuar për shumë të rinj dhe të rritur që kanë shërbyer me fëmijët. Nuk e di ai pa disa foto, prandaj vum foto, video këtu. Apo vetëm foto ishin këto. Foto mund t'i vëmë edhe në fund programit për të parë punën që bëhet edhe për t'u lutur. Dhe lavdi Perëndis ishte kohë shumë e mirë. Vapa nuk ishte aq e mirë, besoj e pat dhe vetë, edhe vazhdon të jetë e tillë. Probleme si zakonisht ndodhin se ne jemi njerëz dobët, ndodhin nga mëkati, ndodhin nga djalli, shumë u prish ajo bateria e gjeneratorit, ikën dritat, u doj, shkati parë s'kishte drita 2-3 ditë. Filloi shiu. Do thënë lufta ndej për lavdi Zotit, programi i fëmijëve u bë, sot në mbrëmje mbyllim dhe të rinjve, edhe është bekim që ti ushqejmë fëmijët me fjalën e Zotit, edhe të rinjt. Sepse vetë Krishti që është themi këto kohë që kemi folur dhe për futbollin, është trajneri fitues, dhe shohim pak dhe sot, për këtë na ka thirrur. Na ka thirrur që të rrisim sigurisht njëri tjetrin, po edhe fëmijët edhe të rinjt. Kështu që lavdi Perëndis për punën që bëhet, edhe gjithashtu për vizitorët, kemi vizitore sot për herë të parë, është kjo nëna që quhet Stella, Stella quhet. Stella, kisha një pikë që do përmend më vonë, ku Jezus in fakt, nëna Stella, se Stella do thotë yll, e di. Nuk zgjodhi yje, zgjodhi njerëz zakonshëm, po i bëri yje si në futboll pastaj, i bëri sepse ata sollën fjalën e Perëndis tek ne. Edhe Zoti Jezus është i mirë, di më shumë se ne, secilit përgjithësi duket yll vetja vet, por Krishti zgjedh aty ku nuk shkon mendja. Dhe kështu duhet të qëndrojmë në lutje, ta duam Jezusin edhe ai do na hapi edhe dyert e shërbimin ndaj tij. Kështu që lavdi Zotit nëna Stella që ka ardhur, ndhan një ftesë, ishte ke fusha atje, kështu që është gëzim që je këtu me ne. Edhe të lutemi gjithashtu edhe për ata që nuk kanë mundësi të jenë sot me ne, për arsye të ndryshme, shëndetësore, pushime, fillon të kohë pushimesh, edhe Zotit bekoj edhe shërbesën. Mirë, ju ftoj tulim kokën, mbyllim sytë dhe le të lutemi bashkë. U Perëndit, falenderoj o Zot për këtë ditë diel, falenderoj o Zot që çdo ditë është e jotja, pavarësisht çfarë ditë është. E megjithatë dita e diel mban o Zot peshën e ringjalljes tënde o Perëndit. Një ditë manice, ku të herët në mëngjes o Zot ti u ringjalle nga varri. Edhe je shpresa jonë, je fitoria jonë e siguruar o Perëndit. Falenderoj o Krisht që ti je tamam trajneri fitues o Zot, nuk ka se si të humbasësh me ty o Perëndit, bekoj njerëzit që janë këtu, e di që vapa na lodh, trupi na lodh, smundjet na lodhin, sfidat, problematika që kemi në familje, në shkollë, në punë, në shoqëri o Zot na lodhin. Dhe jo më kohë fjala jote sot o Perëndit që ti drejtojmë syt tek ti. Po pam për rreth, ka vetëm shkurajim, lodhje edhe humbje o Zot. Që na ndihmo Krisht shohim ty si trajnerin ton, si atë që zgjedh ndoshta ata që duken të humbur, ndoshta ata që duket sikur s'do bëjnë ndonjë gjë për shoqërinë dhe për botën. Por ti o Krisht je i mençur o Zot. Ti di gjithçka, edhe ti ndryshove botën dhe jetën tona pikërisht nga ata dishepuj që ndoshta askush nuk do të zgjidhte për të bërë këtë punë. Falenderoj Jezus për shpresën që na jep, falenderoj për njerëzit besnik që janë këtu, që duan të rriten o Zot, që nuk mendojnë se kanë arritur diçka, por çdo ditë e dinë që duhet përmirësohen, si në futboll apo në çdo sport apo fushë tjetës. Dhe jo një përmirësim thjesht teorik, por duke të parë ty o Krisht, duke parë modelin tënd, zemrën tënde o Zot. Falenderoj që nuk ke ku shkon dhe të gjesh një tjetër shpëtimtar, një tjetër trajner apo motivues më të mirë o Zot se sa ti në Krishtin. Bekoj Perëndi shërbesën sot. Falenderoj dhe për punën që bëhet në kish, sidomos këtë periudhë, me fëmijët, me të rinjt, dhe gjitha aktivitetet verore o Zot. Lodhemi ndonjëherë, stresohemi, kemi dobësitë tona, po unë falenderoj që ti na ushqen o Zot me energji, me fjalën tënde dhe me frymën tënde o Zot. Bekoj Perëndi takimin sot, edhe njerëzit që s'kan mundësi të jenë me ne, të jenë bekim aty ku janë o Zot, dhe ty të qoftë nderi dhe lavdia në fund. Edhe për nëna Stelën, falenderoj Perëndi që është me ne sot këtu. Ndihmohet të marri bekim shpirtëror o Zot nga këngët dhe nga fjala jote. Pse jo, nëse nuk e njeh Krishtin, edhe ta njoh ato Perëndi. Sa ka ende shpresë. Në emrin tënd shmuar lutemi. Amen.
Para se të vazhdojmë me këngën e radhës, një kujtes të vogël, me qenë se pastorari përmendi aktivitetin me fëmijët dhe me të rinjt. Kemi një tjetër aktivitet që po afron tani në Korrik, edhe është kampi i të rinjve, i cili është i hapur për të rinj nga mosha 13 vjeç e lartë ose nga klasa e 7 e lartë. Kemi disa gjyshe këtu, ndoshta keni nipër, mbesa që janë në këtë moshë. Nëse doni që të kalojnë një javë duke dëgjuar nga fjala e Zotit, duke ndarë gjithmonë ungjillin me ta, duke qenë në shoqëri të krishterë, në një kamp me rregulla, ku telefonat mlidhen, ku muzika që dëgjohet gjatë asaj jave është vetëm muzika e kishës që ne këndojmë atje, dhe ku zakonisht për të gjithë ata që janë të hapur është një kohë rritje, unë do ju inkurajoja shumë që të flisni me mua ose me pastorarin, edhe të kemi mundësinë të aftojmë nipin apo mbesën tuaj që të marrë pjesë te ky kamp që do jetë nga data 27 Korrik deri në datën 31 Korrik në Pogradec, në një ambient të një shkolle të krishterë atje, i rrethuar me siguri, me roje, me çdo gjë, kështu që do thosha fëmijët janë më të sigurt atje se sa mund të jenë nëpër shtëpia nganjëherë. Kështu që na kontaktoni më vonë, na tregoni nëse keni dikë në familje që do doni të influencojë për Krishtin dhe që është te kjo moshë, dakord? Nuk është për fëmijët, nuk marrim dot përgjegjësi për fëmijët ende, ndoshta ndonjë ditë do kemi mundësi, po për momentin jemi të fokusuar në kamp tek mosha 13 vjeç e lartë ose klasa e 7 e lartë. Kjo e larta, për shembull, kujtimi nuk e përfshin, kështu që bëheni llogarit, pak më të ri se kujtimi. Na tregoni më vonë edhe kemi mundësi t'ju japim edhe më shumë detaje. Vazhdojmë me këngën tjetër. Kënga me numrin 72, ndërkohë do bëhemi gati dhe për ofertat. Të jemi besnikë t'i japim Zotit. 72. Le të kujtojmë gjithmonë që të jemi besnik, po i referohem gjithmonë fjalisë së pastorarit për punën që është bërë këtë javë me fëmijët dhe me të rinjt.
dhuratat që janë dhënë çdo ditë kanë kushtuar para, çmimet të cilat fëmijët punuan me vargje, me vizitor, me pjesëmarrje kanë kushtuar para, njësoj catering, ushqimi, kështu që puna e Perëndis shkon përpara kur ne jemi besnik dhe ne japim. Që le të mbetemi besnik, të japim Zotit, ai nuk do ngelet në borxh me asnjë nga ne, Perëndia do të na bekojë kur ne bekojmë punën e Tij, do i kërkojmë vllaçimit që të lutet për ofertat. Le të lutemi. Dhe një Zot falenderoj për këtë ditë, dhe falenderoj më Zot për mundësinë që na ka dhënë për ta sot kish, lutem më Zot të kosh ofertat e njerëzit që do të japin ato. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Amen. Është momenti që të lexojmë nga fjala e Perëndis, nga pasazhi prej cilit pastorari predikon këtë mëngjes. Edhe teksa Teja po na ndihmon me Biblat, ju ftoj që t'i japim Biblat. Shëndet paçi. Po ta përkthenim nga anglishtja do thoshim bekuar. Bless you. Ungjilli sipas Markut, jo kënga, kënga do presit dhe pak. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 3, do të lexojmë vargjet 13 deri në 19. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 3, vargjet 13 deri në 19, nga fundi i Biblës. Sa është faqja? 40. Faqen 40, unë kam Bibël me faqe të tjera përpara. Më ndiqni teksa lexojmë nga fjala e Zotit, ju ftoj të ngrihemi në këmbë ata që munden. Vargjet 13 deri në 19 thonë: Pastaj ai u ngjit në mal dhe thiri pranë vetes ata që deshi, dhe ata erdhën tek ai. Dhe ai caktoi 12 që të rinin me të dhe t'i dërgonte të predikojnë, dhe të kishin pushtet të shëronin sëmundjet dhe të dëbonin demonët. Dhe Simonit ja vuri emrin Pjetër, dhe Jakobit, birit të Zebedeut, dhe Gjonit, vëllait të Jakobit, u avuri emrin Boanerges, që do të thot bi të bubullimës. Dhe Andrea, Filipi, Bartolomeo, Mateu, Thomai, Jakobi Alfeut, Tadeu, Simon Kananeasi dhe Juda Iskarioti, i cili edhe tradhtoi. Mund t'uleni? Do të vazhdojmë këngën tjetër, kënga me numrin 40, Sahir Madhështor. Kënga Sahir Madhështor. The
Është momenti tani që të dëgjojmë nga fjala e Perëndis. Ju lutem ju kujtoj që t'i fikim telefonat ose t'i heqim zilet. Mirë, të i lutemi Zotit që të përqendrohemi. Predikimi zakonisht zgjat nga 40 minuta deri 1 orë, jo më shumë. Edhe shumë normal, mund të ishte edhe më i gjatë, ka qenë edhe më i gjatë dikur në botë. Edhe vazhdon dhe sot ka, por interesi është atë kohë që do kalojmë, kemi ardhur këtu, le të shihemi me fjalën e Zotit, sepse siç kemi thënë, nuk është një fjalë që vetëm do kuptohet. Ajo është kryesore që ta kuptoj, por duhet edhe të futen në zemër dhe të bëhet pjesë e jona. Sepse jeta pastaj tregon që është shumë e vështirë ta zbatosh, sidomos në frymën që tha Krishti. Të dish vargje dhe fjalë të tilla siç atë më shpesh, mos vidh, mos vrit, që janë shumë të rëndësishme, të e dinë dhe njerëzit pa besim. Por të kapësh frymën e Krishtit, do vërtet fryma e Zotit punoj në zemrat dhe jetët tona. Kështu që le të lutemi edhe një herë. Zot, falenderoj o Perëndi, falenderoj për këtë privilegj që kemi të hapim këtë fjalë përjetshme o Zot. Edhe nga ana fizike o Perëndi është një fjalë mira vjeçare. Një fjalë o Zot përpara se ne të ekzistonim, një fjalë se vetë kombi ynë kishte një gjuhë. Kishte një libër të vetin o Perëndi, ne që jemi këtu në Shqipëri. Dhe ti ke shkruar këto vargje të mrekullueshme o Zot, që vlen edhe sot për jetët tona o Perëndi, për mirëqenien tonë, për bekimet tona, jo vetëm këtë jetë, por edhe në jetën e përjetshme o Zot. Beko njerëzit, beko të rinjt, beko të rriturit o Zot, gjyshrit. Nuk ka asnjë mundësi që ne mos kuptojmë në mendje dhe në zemër, nëse vim tek ti o Perëndi me përulje, vim tek ti o Zot për të dëgjuar si të varfër në frymë, jo më kot. Një nga gjërat që ti thej që janë bekim dhe lumturi o Krisht janë kur ne jemi të varfër në frymë. Që na ndihmo të vim me këtë frymë, t'i lëm pas gjërat që kemi për të bërë, punët, situatat, dhe të kemi privilegjin o Zot së bashku të mësojmë nga Krishti. Në emrin tënd shmuar lutem. Amen. Mirë, ndërsa jemi ende te tema e futbollit, besoj deri në fund muajit kur mbaron kampionati botror. 19. Kush do jetë fituesi i madh, nuk e dim. Zakonisht kemi thënë nga gjithë kombet që ka bota, rreth 200 kombe, 8 kombe e kanë fituar. Kështu që 95%, një nga këto 8 do ta fitojë. Dakor? Por nga që s'jam do i tifozit çmendur, po themi me ndonjë shtet, them le ta marrim një që s'e ka marrë asnjëherë, qoftë më i miri. Por do parë, dhe me që jemi tek tema, po mendoja për një trajner, fakt disa nga ju janë më të rinj, disa janë më në moshë, siç është tani trend, po themi këto vite, kush u bë trend, ekipe që u bën trend. Barcelona, Real Madrid, jo se s'kan qenë, kanë qenë gjithmonë, po me Ronaldo, me Messi. Reali jo më shumë Barcelona. Barcelona pak më shumë, Reali, pastaj Parisi 2 vjet rresht. Parisi ulëriz Jua, që ka marrë kupën e kampioneve. Edhe ka trajner të famshëm sot, por para një sa i bie 10-15 vjetësh, edhe Mandej ka qenë një trajner shumë i famshëm, nuk e dia mbani mend a keni dëgjuar, dhe ekipi u bë, po them në anglisht tani trend, u bë si ekipi i momentit i atyre viteve. Edhe u bën shumë tifoza, që është, kush është, e njëpi këtë? Disa mbasi se njëpi. Mori dhe titullin Sir, në Angli, pra për arritjet, është Sir Alex Ferguson, ishte trajneri Manchester United. Në kohën, kush i mba mend, edhe Cristiano Ronaldo ka qenë, ja doli dhe ai, po ishte i ri në fillimet, e kapi, e fitoi një Champions League me këtë, ishte Rooney, ishte Beckham, kush? Kush është? Antoni, janë vonë tash këta, ne po themi kohën e këtij, gjyshit. Ky është ende gjallë, bravo që i njeh, unë mësoj sa herë ka njerëz se tin nga futbolli, më bëhet çik shefi të drejtës. Dhe ky ishte skocez, luante në ligën e Skocisë, trajner, arriti të fitojë në divizionin si i themi në kategoria 2 me një ekip e ngriti në të parën, pastaj me një ekip që quhet Aberdeen, fitoi dhe kampionatin, fitoi dhe kupë dhe direkt e bleu Manchester United, që kishte shumë të ardhura në atë kohë. Dhe e mori në vitin 86,
deri në vitin 90 ky po ndërtonte një ekip nga fillimi. Me të rinj, po i blidhte nga akademit, e ke parasysh? Dhe kur erdhi viti 90, siç është sporti në ato vite vazhdoi u bë gjithmonë më biznes. Ore do fitosh ndonjë gjë me këtë ekip apo jo? Se ne po investojmë. Dhe në vitin 90, sa do ta ishnin këtë? Madje ishin ato ndeshjet kur ai ekipi fillon humbet një herë tu me një dobët, e ke parasysh? Barazon me një tjetër dobët, mezi bën një fitore, bën 3 humbje tjera. Sa po bëheshin gati ta ishnin, i dhanë dhe shans. Kështu është historia e tij, reale, i dha një shans se mi ta mbajmë deri në fund të sezonit të parë. Dhe ai filloi sigur u rrit ekipi 4 vjet durua. Se thash, futbolli si jeta është bërë edhe si ne besimit, duam fryte tani. Dhe mirë do ishte, por jo gjithmonë frytet vinë tani. Dhe ky filloi të marri hovë dhe arriti, prandaj thash ato ekipet që i përmenda, në këto vite Manchester United u bë ekipi elit në gjithë botën, me trofet që arriti këtu ka kupat e këtij, unë nuk i vura këtu përpara gjitha, por ka fituar rreth në 25 vjet, e mbajtën 25 vjet. Dhe po jetë edhe një statistikë, në Angli trajnerët mbajnë diku ke 20 vjet. Spanja më pak, në Itali për shembull thoshte i ndrojnë çdo sa i pite mesatarja, më duket një trajner në 10 muaj. Heq një ekip, një trajner, fut një tjetër, heq një tjetër, dhe e ndërtoi ekipin, patën besim, fillim dështoi, dhe mori në 26 vjet me Manchesterin, po themi, 38 trofe. 2 Champions Liga, 13 kampionate, do të thënë, i bllokoi gjitha. Kupën e kupave, kush di nga futbolli, kupën si bie për klube, botrorin për klube 2 herë, dhe u bë mori dhe titull. Titull në Angli ta japin në mbretëria, apo të quhen Sir, si titulli i veçantë. Dhe çau desh? U desh durim, u desh punë, u desh besim, dhe ky u bë një nga trajnerët më të famshëm të gjitha kohërave. Dhe po mendoj edhe për Champions League-ën, e di që janë klube, por Parisi, i thash Rinën duket i thash se s'maj më tani, me Messi, me Neymar, që janë super të njohur, me Mbappé, që kanë dalë, 2 kanë dalë kampion bote, edhe Neymar më duket ka dalë, të 3 kanë dalë kampion bote, doli me Brazilin një vit, si jo, ka qenë i vogël atje. Nuk fituam dot kupën Champions League me Parisit, me 4 trajnerë të ndryshëm. Dhe u bë 2 vjet, që është një trajner tjetër, Luis Enrique, spanjoll, dhe ai fitoi 2 vjet rresht ku lojtari kryesor është, i thash këtyre unë, Dembele. Në fakt ai ka Dembele. Sulmuesi kryesor. Dhe mos fitosh me Messi dhe me Mbappé. Pra ka një faktor aty, çfarë po them? Ka një faktor që është trajneri. Ka një faktor që është ai që organizon ekipin. Dhe është manicë në fakt, ajo që e lexoj pas Ferrandi, e shkruar te libri i Markut. Në mënyrë të mrekullueshme, them unë, të regjistrosh këto emra dhe një varg që thot, pastaj u ngjit në mal dhe thiri pranë vetes ata që deshin. Askush do mendonte nga ne për të ndërtuar një ekip fitues, njerëzisht ne gjithmonë do kërkojmë më të kualifikuarit, apo jo? Për çdo lloj pune. Por në punën e Zotit ka diçka aty që Perëndia shikon, që ne nuk e shohim gjithmonë. Pastorani ndau një mesazh për Davidin, i cili nuk e priste askush. Dhe mua prandaj më pëlqen, nuk e zgjedh unë, por pëlqen kur gjëra ndodhin në një moment që ti habitesh si punon Zoti, ama ne duhet jemi besim. Të rritemi, të qëndrojmë fjalën e Tij, por Zoti ai që zgjedh. Dhe Krishti, në mënyrë manice, zgjodhi ata që deshin. Dhe i përmendim pak 12 veta, por e dini, nuk e di a e dini, por Krishti në gjithë botën, sidomos perëndimore, që solli zhvillim, është modeli i trajnerit që i quajnë sot i motivuesit ose tjetër, çfarë është fjala? Mentorit. Pra ishte edhe koncepti, kemi thënë, i mjeshtrave të viteve të atërshme, ku një mësues nuk ishte vetëm ai që jepte mësim dhe jepte urdhrat e Tom Gjoni mua, por ishte një që motivonte gjithashtu, krijonte besim, rriste dhe ishte vetë modeli i gjallë në frymë dhe në vepra. Se këto nuk ndahen do të kollaj. Dhe në fjalë, sigurisht. Dhe po të lexojmë
edhe nga historia, po të shohim edhe nga sondazhet, Krishti është modeli më i përsosur i gjithë botës së zhvilluar. Në daç në sport, në daç në biznes, në kisha po e marrë mirë qënë, sepse në kish do t'i flet për Krishtin, në kisha normale, se tani çfarë ndodh, ka dhe kisha që flasin më shumë për Marinë se sa për Krishtin për shembull. Por ai kishte disa tipare shumë veçanta, po i përmend shkurtimisht, ai transformoi njerëz pa kualifikuar. Këta nuk ishin njerëz që kur i mori ai ishin të gatshëm për të bërë 100% si presim ne punën e Zotit. A s'është model ky? Merr individ zakonshëm, peshkatar, mbledhës taksash, revolucionar, kemi protesta këto kohë, edhe revolucionar mori. Dhe i transformoi, i bëri njerëz që, e di çfarë, në fund fare, ekipi fitues kush është? Ai që arrin qëllimin. Dhe qëllimi i fjalës Perëndis është lavdia e Zotit. Dhe mënyra si Zoti merr lavdi është kur njerëzit njohin faljen e Perëndis në Krishtin. Dhe këta njerëz pa kualifikuar, çfarë kënga apo jo? Si ka ajo? Konfidencë. Mbas edhe kishim gëduar që merr njerëz të pa kualifikim, tani kur e këndojnë, ka diçka aty që të frymëzon. Kur jeton, shike vështirë, si me vargje. Kur shkon ta njëri grupin e luante, shi fort nga kafshimi i luanit të mund. Kur vjen jeta pastaj, ca bickime të vogla na trembin realisht. Gjithë. Dhe çfarë do të kënga? Që njerëz pa kualifikim, jo njerëz pa ide, jo njerëz pa zemër, jo njerëz që s'kuptojnë, po njerëz që nuk mund ta bëjnë dot vetë punën e Zotit se mendojnë ata se e bëjnë. Njerëz besnik, që u bindën, që edhe gabuan ndonjëherë, dhe Krishti imagjino çfarë grupi mori. Janë bërë aq filma, unë mbaj më një film, tani s'dua t'i hyj, po ka qenë një film, e ka dhënë kohën e komunizmit për herë parë, ka qenë vitet e 70, që është një oficer në luftën e dytë botërore dhe është histori e vërtetë. Merr 12 të burgosur, kopje si shembulli i Krishtit, ishin njerëz shumë, si themi ne, turit dhe litarit, edhe ishin të burgosur lufte, disa nga ata ishin shumë jo të mirë dhe ky i edukoi sepse do bënte një mision kundër gjermanëve. Dhe i transformoi ata në mënyrë manice. I besoj, i motivoj, i duroj, bërtiti, u zi, u puthën, qanë, ca u vranë, dhe modeli i Krishtit është transformimi i njerëzve që nuk mund ta bëjnë dot vetë punën e Zotit. Dhe prandaj thash, Perëndia është ndryshe nga ne. Ne në sport duam më të mirët. Shumë kur ndahen ekipet gjithmonë njëri zgjedh marr më të mirin, marr shokun, sepse ndihesh ndoshta pak i dobët dhe do të fitosh. Po di çfarë, kur rritesh dhe bëhesh ndoshta lojtar i mirë, motivohesh më shumë kur merr edhe më dobët. Keni parasysh? Shoh që s'reagoni se disa mbase s'kan lyt fare sport. Por Jezusi e di vetë. Zgjodhi ata që deshi, ata që madje shumica e fetarëve të kohës as nuk i kuptonin këta personazhe që Krishti mori. Prandaj them Krishti është jashtë çdo logjike toksore, njerëzore, fetare, çfarë doni ju. Prandaj Krishti motivoi. Prandaj bota u zhvillua mbi bazat e Biblës. Tjetër gjë pastaj se krenaria, pasurit, fama, pushteti, posti të shndron, nëse ti nuk qëndron në frymën e Zotit. Gjithashtu ai udhëhoqi me shembull, që thash. Ai çdo gjë që ja kërkoi atyre e bënte vetë. Tha, kam ardhur unë t'ju shërbej, do t'ju laj unë këmbët. Është një model manitës si një lideri. Duke ne sidomos po them botë liderat vdesin të jenë çik lidera se do dalin përpara, do japin urdhra, do ngjojnë mua. S'ka ndonjë gjë është njerëzore kjo. Krishti ishte kështu, s'kishte nevojë për status. Ai erdhi nga qielli, as nuk shpalli direkt jam Perëndia, i pyeti, i mësoi, i dha modelin e shembullit, edhe tha një shprehje tana që ku po flisim para 2-3 ditësh, e tregon me punë postin tjetri. Duhet të bëri Krishti, motivoj me shembull, nuk shkonte lart e poshtë ti binte njerëzit, diti kush jam unë apo jo. I pyeste, i bënte të mendonin, sepse kështu fitohet zemra. Dhe kështu motivohen ta kuptojnë vetë edhe të kenë frymën e Krishtit, nëse duam ta kemi. Dhe këto janë
të dëmshme, këto në fakt të rrisin. Ty rrisin kishën edhe përmirësojnë skuadrën. Nëse vuajnë për një gjë është në botë, vuajnë për sakrifica reale dhe frymë. Dhe Krishti ishte një udhëheqës me shembull. Dhe treta ishte ai kishte një besim të patundur. Po të shohësh 3 vjet dishepujt, zhgënjimet, rrëzimet, gëzimet kur arrinin ca mrekulli me Krishtin, famën, se dhe ata njerëz ishin. Dhe shohësh sa herë gabonin, dhe si pati durim ai, dhe kur e praktikën momentin më të vështirë, ne jemi këtu vëllezër motra në Krisht, një pjesë e madhe, po imagjino të praktisim në njëri tjetrin në momentin më të vështirë. Tjetës. Jo kur hajmë pim, si taj, edhe bëjmë qik qef, gëzojmë, ose kur kapim për të i gjithë vogël, pse për e ti po ti ma ke bërë kështu, jo pse more ti ta marrun, por atë e praktisëm, kur ai po jetë jetën kryq për ata. Ku ka trajner si ky? Andaj të puna e Zotit nuk bëhet vetëm çfarë shohim ne, bëhet me lutje, bëhet me zemër, bëhet ndonjëherë edhe për ato që ty dhe mua s'ta pret mendja se Perëndia mund ta përdor. Fakt gjithë histori që po lexojmë, edhe po themi janë ata që spriteshin. Dishepujt që mori ai nuk priteshin. Davidi që përmendëm te të rinj nuk pritej. Babai nuk e përçuaj, po tha ky është i vogël. S'besoj të jetë ky. Nëse po ky ketë si vogël. Janë këta të mëdhenj. Nuk punon Zoti si punojmë ne. Do na shkojnë vite të tëra, do vazhdojmë të luftojmë për të kapur diçka të madhe, ndoshta është mirë të kapim Zotin. Kemi durim, jo gjithmonë do shkojnë gjërat si duam ne me rregullat tona. Sepse Krishti punon shumë herë më tepër, pastaj këto vargje i merr dhe i hedh në frymë. Ka një frymë të mirë, ka një frymë pozitive, ka një frymë si ta motivoj atë që do mbraktisë ditën e fundit. Dhe ata nga dolën. Fakt janë 3 vargje që po i nis këtu. Lexojmë së bashku. Pse e tha Pali këtë që tha? Lexojmë parën. Filipianëve 4:13. 1, 2, 3. Filipianëve 4:13. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më fuqizon. Pse e tha Pali? Sepse kuptoi kush ishte Krishti pra. Jo vetëm kam dëgjuar për Krishtin, por e pa në terren, e pa si e fali, e pa që duke thënë që jam mëkatari më i madh, sepse kam vrarë krishter. Nuk e nisi me çfarë do kapun, por e nisi unë s'jam asgjë pa Perëndin. Dhe unë mund të bëj gjithçka vetëm kur Krishti është trajneri im personal, është mentori im personal, është modeli im personal, asnjë njeri tjetër. Zoti përdor njerëzit, përdor prindrit, përdor besimtarët, por Krishti është trajneri fitues. Prandaj Pali e tha këtë që tha. Është një deklaratë shumë e fuqishme. Që ata vetëm në Krishtin mund të arrijmë, sepse ai është trajneri fitues. E dyta është, a lexojmë bashkë? 1, 2, 3. Gjoni 15:16. Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur ju. Dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të qëndrojë. Nuk e kemi zgjedhur ne Krishtin, nuk jemi ne që mund shpallim fuqishëm, ne e bëjmë punën e Perëndisë, e bën Perëndia. Ne duhet jemi të përundur. Ne duhet marrim çdo ditë nga trajneri, kush ka qenë në stërvitje apo edhe në mësimet që kemi bërë. Po s'mësove nga trajneri, unë kur isha në futboll që i vogël, fëmijët çujan, duan direkt luajnë futboll, nuk duan të bëjnë pasa gjithë ditën. Fillojnë çik pasa, e ke parasysh? O, na lodhi ti, kur do luajmë? 2 orë, 3 orë vrap. Pasime. Ke parasysh? Gjuj, orë do futemi luajmë pa. Pritash, na tha një ditë nesër takohemi ke liçenin, na tha, eri kishte për vrap. Na do bëjmë aerobi, çfarë është aerobia? Era parë se kishim dëgjuar. Aerobi tha ke liçenin. Çfarë aerobi shkuam ne? 3 xhiro rreth liçenit. Eri ka për 2 duket bro? Ne bëm 3. 3 xhiro rreth liçenit. Ishin të vegjël. Do të them ti do fitojmë, do dalë fush, unë jam lojtari, unë e njoh trajnerin, unë e njoh Krishtin, kam 23 vjet në kishën, unë e njoh Krishtin. Nuk fillon kështu. Kam një mësim për të thënë, okay, lapi Zotit çedhe. Kam përshkuar se kam shkollën Zdirës, amen. Por a vjen vërtet duke u stërvitur nga trajneri. Dhe nganjëherë nuk kërkohet ndonjë gjë e madhe, sinqerisht, nuk kërkohet çfarë do bëj unë, do ulem këtë orë, do lut. Shumë mirë shkolla, është disiplinë. Nda zemrën.
O Zot, ndihmo të jem sot modeli Krishtit. Unë jam thirrur të jem nxënës i trajnerit. Dhe trajneri fitues, prandaj Pali thot atë që thot, se po unë thot fare, se jam kush jam unë. Po kjo s'është për të përçmuar, ky është realiteti, që t'jep vlerë në fakt dhe të rrit. Sepse Fergusoni që pam, i bëri kampion ata, i thuaj atyre tani, Runit, Beckham, që i mori që të vegjël. Që janë dhe emra të famshëm. Ronaldo, erdhi nga Porto, dakord, erdhi mirë, po prap fitoi famë tek Manchesteri. Sepse është trajner fitues. Është trajner që thot ju kam zgjedhur unë dhe unë e di, po më dëgjuat mua, do të fitoni. Dhe Mateu 4:19, lexojmë bashkë 1, 2, 3, Mateu 4:19. Dhe u tha atyre, ejani pas meje dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Do t'ju bëj njerëz që tregon interes jo vetëm për taksat, jo për peshqit, por për njerëzit. Dhe kur erdhën fillim ata, sidomos Pietri fliste goja para mendjes. Kur erdhën fillim gjykonin si njerëz. Ne jemi me Krishtin, ne jemi tani ata. Jo, do ju bëj peshkatar njerëzish, ne do t'i fitojmë njerëzit. Jo me modelin që doni ju, me modelin që them unë trajneri. Dhe Krishti modeloi një skuadër që jo vetëm Krishti doli fitues, pse? Sepse ai vdiq, u varros dhe u ringjall. Kjo është fitoria më e madhe, se prandaj erdhi, por na bëri dhe ne fitues. Bëri dhe këta dishepujt, këtë ekipin e tij, e bëri që të sillte fjalën e Perëndis për ne. Nëse një pastor, një vllan Krishti, një modër ju ndau ungjillin, nga e mori ungjillin? Nga fjala e Perëndis. Fjalën e Perëndis kush e ndau? Pikërisht këta njerëz. Sidomos në vjetën e re, që kemi dhe planin e shpëtimit në Krishtin. Zoti përdori këtë skuadër të pakualifikuar. 3 momentet që do i shohim janë e para, Jezusi është trajneri, shumë interesante pra, që nuk kërkoi pyetje, por sot njerë, prandaj është një nga arsyet që është, më thonë za prishur pak futbolli, ose jam specialist i madh, jo po. Ose kërkojnë direkt pyetje, luhet me statistika, shumë të skuadrat paguajnë një person ose 2 ose 3 që masin lica, sa vrapën lica, sa pasime jep, sa krosa, ecin vetëm me statistikë. Tani statistika ndikon, edhe ndihmon. Po s'do të thotë se të bën ekip. Po të kesh 11 Messi në ekip, nuk fiton, 99% nuk fiton dot. S'po them 100% se çfarë ndodh. Se do kesh një portier, Messi nuk bën dot portierin, i njëjti, fotokopje. Po të kesh 4 mbrojtësa si Messi, nuk ke mbrojtje të mirë. Mes fushë, lartë, po. Aty i hanaj ato rolet. Pra, nuk është më i miri, nuk janë yje që mendojmë ne. Por janë ata që zgjedh Perëndia, dhe ne kemi folur për trupin e Krishtit. Zoti si edhe një çak, si edhe një që sritet kollaj, po pse kote ka? Sepse ndoshta na rrit disa të tjerë që kuptojnë më shumë. I përul tek ai, ndoshta shoj veten dikur, ndoshta thon, pritse tek ky mund t'ia dali. Kështu erdhi Krishti, pse i kishte të gjithë mirë ata, asnjëri s'kishte të mirë, gjithë ishin mëkatar. Të gjithë e braktisën në fund. Ku ka shpresë kështu, si mendon njeriu? Pse zgjojnë? Ndonjëherë kështu e nis, mund besim që pse zgjojnë ata të gjë fenë Zotit. Unë për vete i bëj ato mëkatet e mia, po prapë më duhet vetë i mirë. Kush jam unë që do të gjej mua? Mësojmë dhe të gjejmë trajnerin. Dhe Krishti nuk zgjodhi, shumë interesante, nuk zgjodhi as në pallatin mbretëror, që ishte Herodi, kishte ata njerëzit më të shkolluar, po themi. Nuk zgjodhi as tek, si mund t'i quajmë, shkollat rabinike që studionin dhjetën e vjetër të Biblës, fjalën e Perëndis, nuk shkoi atje, nuk e lexojnë. Çfarë po themi me këtë që ne do i marrim nga rruga njerëzit, pa nga rruga do i marrim, do i rrisim, do lutemi, por dua të them, e di Zoti të zgjedh. Ne duhet jemi të hapur të ndajmë fjalën e Zotit me të gjithë, siç dhe mundohemi ta bëjmë fakt. Por e kam ke produkti, nuk dim ne. Dhe nuk do të thotë se yje që na duken ne do jenë ata që do bëjnë më të mirë. Prandaj do lutje. Jezusi nuk shkoi tek njerëzit më të pasur, ai zgjodhi njerëzit më të zakonshëm. Kupton çfarë mësimesh janë këto? Për të zhvilluar jetën, familjen, kishën, punën, biznesin. Po ku shikohet aq kollaj?
në syrin e Krishtit. Andaj të lumë ne, nëse vërtet jemi këtu duke dëgjuar dhe duke parë trajnerin me përullje, si na zgjodhi. E duhet rrim çdo ditë themi, them unë, e di që s'do ulemi ta shkojmë atë, por çdo ditë duhet themi si më gjeti mua, unë nuk e di si më gjeti mua. Si më gjeti. Po mëse gjeti u shpëtove, jo nuk është ashtu. Sa të afërm kemi, sa miq kemi, sa njerëz flasim çdo ditë, ulemi në kafe, ndajmë diçka, nuk është e lehtë. Shumë e vështirë. Sepse ai është trajneri fitues, ai zgjodhi Pietrin, po t'i përmendim pak emra, po i kisha më shumë, po. Pietri. Çfarë ishte Pietri? Pietri ishte personazhi më impulsiv, ishte personazh që i fliste goja para mendjes, kishte, po ishin çik ato, se s'është defekt, është impulsiv. Ka të mirën e si çdo gjë, ka dhe të mirën dhe të keqen. Pozitive, negative. Tek Mateu 16:18-31 kam shkruar unë për efekt kohe, i kërkoi Jezusit testë mbi ujë, kur filloi studia. Dalu Zot, ata tjerët u strugën, ç'na gjeti ky dhe pa, nëse jeti i Krisht, donte siguri. Thuaj të vite këti dolni, por kur pa ato situatat e stuisë, filloi zhytet. Se bën do ti, Pjetër. Se bën do ti. E bën Krishti. Kur i preu veshën shërbëtorit të kryepriftit, kur arrestuan Jezusin, nuk bëri gjë të keqe, sepse po mbronte Jezusin. Po i tha Jezusi, o Pjetër, kush lufton me shpatë, nga shpata do të vdes. Dhe ti kujton se unë nuk e mbroj dot veten. Edhe këtë se kuptoj. Gjithashtu kur i tha Jezusit, ti do m'lash këmbët mua, për mirë e kishte, sepse ta, ky është drejtuesi im, lideri. Ky është Jezusi, ky është njeriu më i mirë që kam takuar. Ky është ai që i do njerëzit, ky është ai që i dha të gjithëve, ky është ai që nuk bën dallime. S'do mi lash ti mua këmbët. Dhe Jezusi tha, nuk di çfarë thua, po nuk ti lava. Nuk e pjesë mua, sepse një trajner si Krishti është trajner që drejton me shembull dhe model. Edhe tek Mateu 26:35, çfarë tha, të madhen fare? Edhe sikur duhet jap jetën, do ta jap për ty Krisht, dhe unë nuk të mohoj. Si e duroj Krishti këtë? Durojmë do të ne kaq shumë? Sigurisht nuk durojmë. Prandaj duhet shumë trajneri, prandaj duhet shumë zemra dhe fryma e trajnerit ton, që është Krishti, që të durojmë. Gjithashtu tjetri ishte Andrea. Andrea ishte i qetë, ishte më i qetë, por ky solli Pietrin, Simonin, vllajën e tij tek Jezusi. Nuk gjejmë shumë për Andrea. Ndoshta ishte një paksa në hije, themi në ilustrimet, në shënimet biblike. Gjithashtu kemi Jakobin dhe Gjonin. Te Gjoni e kisha lexuar, por se kisha fiksuar mirë, që Krishti i quajti këta të dy, e di atë fjalën, vite bubullimës, po thash Gjonin. Gjoni ishte dishepulli që Jezusi e donte, Gjoni ishte çik më i qetë, Gjoni ishte ai që predikonte për dashurinë. Ai ka shkruar librat biblik më të mrekullueshëm për dashurinë. 1 Gjoni 4, Perëndia është dashuri. Nëse nuk keni dashuri për njëri tjetrin, se keni njohur Perëndin. Se keni njohur fare. Mund të sa rregulla, mund të jesh në universitet rabinik, dhe Krishti nuk i zgjodhi ata, sepse s'kishin frymën dhe zemrën, pra po them. Prandaj ka një është model tjetër qenit trajner si Krishti. Dhe Jakobi dhe Gjoni te Marku 3:17, Jezusi i tha, ju jeni si bite bubullimës. Imagjino si ishin këta ishin dha ata që nëna e tyre dha mi ve këta në djathën dhe në të majtën. Ishin ata të shkathit. Ishin ata që ishin kudo, donin dhe ne mundoheshin, bënin diçka, po donin dhe i çik lavdi për veten. Dhe Krishti i duroi skuadër, bajnë ta skuadër, bite bubullimës, mi ve mua këta, të tjerë të mërzitën kur gjuan këtë. Ky është modeli që krijoi shoqëritë e zhvilluara, sidomos të krishtera. Modeli i këtij trajneri. Gjithashtu ishte Mateu. Mateu që ishte mbledhsi taksave. Pse duhet ta zgjidhte Krishti atë? Ai ishte me romakët, bashkëpunonte, vinte, kishte
si thonë, kishte atë dëshminë e keqe si gjithë ta grambesit e doganierët, po në skuadër, Krishti, kur lexoj pasorandi ato, vargjet, zgjodhi dhe Mateo, eja dhe më ndish. Imagjino si kanë parë tjerët. Ka një frymë aty pra, ka një dashuri, ka një plan që ai e di më shumë se çfarë shohim ne këtu. Vinte një si Mateo, i përçmuar, madje shtroi darkë për Krishtin, si Zakeu, e kishin këta si duket, sa po dikush i jep te ja shef, duhet frymëzimi, duhet motivimi. Po shkonte Krishti vetëm një mëkatar, ndaç ndro, ai shkoi, u ul me ata, jo vetëm ndau vërtetën që e pan ata, por dhe i motivoi. Krishti është trajner motivues, nuk është trajner vetëm jam unë gjoni mua. Ai është trajneri mësuesi, besimtari që të rrit dhe të jep nxitje për të rritur. Kush duron, kaq sa duroi Krishti nga ne? Si mendoni, durojmë kollaj? Ose tre psara, gjithë nuk gabime, po të durojnë, pastaj durojnë. E di pse them se kur i lexon këto, të duket sikur është shumë është e vështirë fakt, nuk e bën dot. Se s'kemi kohën e mjaftueshme, s'kemi nervat e mjaftueshme, s'kemi durimin e mjaftueshëm. Prandaj thot ai jeni tek unë. Besoni mua, shikoni modelin tim, le të humbësh, s'ka gjë. Nuk të i ruash gjithë ti do t'i bësh gjithë që të bindë dhe të durojnë dhe të gjojnë. Krishti nuk përreshtë. Ama motivimi s'mungonte. Dhe Mateu shtroi darkë. Do shta kishën dhe legat ai qikse dhe Zakeu shtroi darkë, e mori shpidovin shpitënde. Ftoi dhe ta gambellës tjerë, direkt ata tjerët. Ja ul me mëkatarët, po mirë më ul, po ai donte ata, donte t'i fitonte. Mateu do shkruante librin që kemi këtu, gjenealogjinë e Krishtit. Ky që s'do i shkonte mendja njeriu ta fuste në ekip. Dhe Simon Zeloti te Luka 6:15 ishte e kundërta e Mateut. Ky ishte revolucionari, i zellshëm, i thon ndryshe. Ishin një grup judensh që i quheshin Zelotët, siç kemi ne këto grupet e ndryshme politike, grupime revolucionare, dhe ai ishte kundër Romës. Madje Zelotët morën pjesë dhe në kryengritje për ta hedhur Romën, dhe u shkatrua komplet pastaj tempulli e gjitha, u munduan. Nuk e kam kundër revolucionit ton, gjeni vetë me Zotin, por po them, ky ishte Simon Zellshmi, quheshin Zelot. Ta ishin një grup radikal, donin lirin, donin ta ishni Romën, se kishte pushtuar Izraelin kohën e Krishtit, dhe kam shënuar këtu diku si mund trinte Mateu me Simonin. Mateu hante bukë me romakët. Ishte shtuar ca pasuri. Simoni ishte do ta hedhim këtë. Si mund të rinë ata? Vetëm Krishti mund të bëjë. Vetëm Krishti mund të bëjë këta që në fund, ja këta të dy, t'japin jetën për të sjellur ungjillin tek ne. Kupton çfarë skuadre bën Krishti? Prandaj të mos ore zero, ndoshta duhet çdo ditë themi Zot, s'u bëj asgjë në punën. Realisht bëjmë dot asgjë. Frymërore si do Perëndia. Nëse nuk motivohem çdo ditë nga ky trajner me të vërtetat e tij, po dhe me një frymëzim që i kalon këto gjërat vogla, po t'i quajmë, apo. Sa të vogla janë para Perëndisë, keni thënë ndonjëherë, o ç'm gjeti me këta, ç'm gjeti me këta fëmijë, ç'm gjeti me këta të rinj, ç'm gjeti me këtë burr, ç'm gjeti me këtë grua, ç'm gjeti me kemi edhe si shprehje. Po Krishtin, e keni idenë që gjeti me këta për rreth? Jo, mendoj ndonjëherë kështu. A ka thënë Krishti ç'm gjeti me këtë tjetrin? Çfarë i them unë? Ç'm gjeti me këtë tjetrin? Pra, Zoti është për te i nesh, ne investon. Puna e Zotit do bëhet kur e shohim me syrin si e sheh Perëndia, që nëse dim fare 100% ne dim fjalën e tij, që po e ndajmë dhe tani, por rezultati nesër, njerëzit që do përdorin. Ndoshta ndonjëherë janë ata që na shkurajojnë më shumë, ndoshta. Ama ne duhet kemi një zemër si të Krishtit, ta kemi të hapur ndaj të gjithëve, sepse Perëndia e deshi aq botën. Sa dha birin e tij të vetëm mirë. Është dhe Thomai, që kam vënë aty, Thomai gjithë to, edhe për Pietrin, ko të themi ne që thonjza, ko të themi që mirë sa do çfarë të thotë ky. Se po përcem. Ko të themi që Pietri thanë nuk të mohoj. Edhe dishepujt e tjerë thotë, dhe të tjerë thanë kështu. Kur thot Pietri atë. Ko të themi ne Thoma dyshuesit, gjithë ata e braktisën dhe kur i thanë uri ngjall, me mos dyshim dhe njerëzor, s'po them vetëm si kritik. Se normal ti thua dikujt tani uri ngjall,
Ndërsa s'është gjë normale kjo. Qa do të, jo, ne jemi ata besimtarë, ta besosh direkt dhe e di. Se kështu jetojmë ne, me këtë besim kaq të fuqishëm çdo ditë. Do kishim shem malet, do kishim kushtuar gjithë botën me Krishtin, do jemi edhe ne dobët, ndonjëherë, sigurisht dhe bota që s'do ta pranojë. Por dua të them, edhe dishepujt e tjerë dyshuan. Ai po punonte me një grup që thoshte ç'a të bëj unë me këta, më thonjë. Por jo. Ai ishte trajner motivues, sepse ndeshën nuk e përmenda kot Fergusonin, nuk e përmenda kot Parisin, sepse kishte lojtarët më të mirë dhe nuk e mori dot. Çfarë kjo e që Messi s'është më i miri është. Por për të fituar duhet ekipi që e modelon në kokë trajneri. Dhe arrin fiton një Dembele, pra. Dembele, dakor. Që është super lojtar. Se mori topin e art, duket vjet ai? Mori topin e art, po. Pra, Jezusi ishte trajner që nuk mbledh pyetje. Në fakt, zonja Stella do thotë dy, apo jo. Me Krishtin nuk bën lyje këta, që sollën fjalën e Perëndis. Me Krishtin nuk bën lyje. Momenti i dytë është që Jezusi është trajneri me vizion. Gjithë to që tha, për të mos i përsëritur, ai e dinte ku do dilte. Tant jetonim me këta dishepull, që disa herë do ishim zënë, do kishim kaluar mirë si shqiptar, do ishim kënaqur me ato festat, hap peshke, diqe. Do fillonin këto pastaj, ta ke mund, ta ket ai, jam unë si e ti. Krishti tha që mbretërit shkatrohen zakonisht nga brenda. Kjo s'do të thotë se ne jemi të këqinj, por po nuk kemi kujdes me kush merr meritën, po nuk kemi kujdes as duat ja di se kush merr meritën. Nëse Krishti është me mua, kjo ka rëndësi më të madhe. Sepse do jem model si ai. Jo 100%, se jemi gjithë me të metat tona. Por vizioni i Krishtit nuk humb, sepse lojtarët nuk din ta ndjekin trajnerin. Dhe tek Luka 5:31-32 nuk do lexojmë, por është ajo që lexoi pastor Andi, edhe i përmendëm pra, që zgjodhi njerëz të zakonshëm, nuk i zgjodhi as nga familja mbretërore, që ishin rritur aty, nuk i zgjodhi as nga universitetet rabinike, as nga tempulli, i mori njerëz thjesht. Se pa diçka që në zemrën e tyre mund të punohet. Jo njerëz që i duke vetja se ne kemi këtë titullin tani dhe e dim çfarë bëjmë. Punon kështu Zoti. Pa kualifikim. Dhe të kualifikon ai, sigurisht pastaj, me shpresën që po ngjan trajneri. Dhe tek Gjoni, ta lexojmë bashkë 13:1, i stërviti me durim, thash, i përmenda e zirova në fillim dhe nuk do i hyj gjatë tani se besoj folëm. Por mund ta lexojmë bashkë 1, 2, 3, Gjoni 13:1. Por përpara festës së Pashkës, Jezusi, duke ditur se kishte ardhur ora e tij të kalojë nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të vetët që ishin në botë, i deshi deri në fund. Dikush tha, ky njeri duroi deri çfarë ndodhi njerëzve në jetë, problemet. Tek ofendimi. Ky njeri duroi deri tek gjëra që i bëri familje tjetër. Ky njeri duroi deri tek një shpull, një grusht. Dhe njerëzit që jetojnë me njerëz me probleme, dhe ndonjëherë gjithë kemi problemet tona, secili nga ne. Ai e kupton që e vuan. Por Bibla çfarë thotë? Krishti duroi për ta. I deshi deri në fund. Kur shkojnë kryqa i po ta quanim njerëzish që u mbyll, ata ishin dështuar. Pse? Dishin. Ka qopo dhe i këti unë, si që kemi atë shpreh, a shikon njeriu toksor, më zhgënjyen këta. Ata bën shumë më tepër, pasi Krishti u ringjall dhe ja kishte premtuar në fakt. Pse? Se aty ngeli gjithë modeli i trajnerit, gjithë modeli i motivuesit, gjithë modeli i birit Perëndis, fjalës së gjallë, që ishte shembull. Nuk ja ishte dot më njeri nga syt, prandaj them, sa gjëra do gjën njerëzit, sa do i harrojnë. Modeli nuk harron dot. Dhe Krishti ishte imazhi i gjallë që ngeli në mendje atyre. Pse? Sepse i deshi deri çfarë vargu. Çfarë është kjo? I duam gjithë deri në fund. Sa fillojnë provat e para, problemet e para, kushtet e para, jo këtu s'po merr, jo po vuaj këtu, ne ankohemi në jetë çdo ditë. Që sigurisht gjithë ankohemi, por nganjëherë ankesat dhe pakënaqësitë dhe gjërat negative na mbyesin. Ai deshi deri në fund.
Gëzimin që ishte para tij, thot Bibla, duroi deri në kryq. Këtë shef trajneri, lojtari nuk e shef gjithmonë. Fakt, lojtarët më vonë bëhen trajnerë të mirë. Që nga përvoja ime, kur luaja futboll, e di çfarë them, ndoshta edhe ju në jetë. Çfarë di tani nga sporti që kam ndjekur, kam luajtur, kam parë, them, ti dija unë këto. Keni thënë ndonjëherë kështu? Ti dija këto gjëra kur isha në futboll. Po si jeta, ca gjëra i mëson me përvojën dhe më vonë. Dhe trajneri shikon përpara lojtarëve. Lojtari thotë, "Shet deshëm ne këtë lojtare tjetër." Por trajneri i mirë si Krishti, pra ai Simoni mund të thënë çdo Mateu me ne. Mateu mund të thënë çdo ky me ne, Simoni. Që s'na lan rahat me këto protesta. Jo ke ne. Pra, por trajneri shef për te. Dhe gjithë ta u bën, ja modeli. I deshi deri në fund. E dini ju që këta gjithë e tani jetën në fund. Po s'kishin si mos a jepnin, sepse e pan modelin e gjallë, të prekshëm, me gjak, që dha jetën për ta çdo ditë. Shembulli i Krishtit është si s'do ishte një. Është fjala e gjallë e përjetshme e Perëndisë. Luma ai që shef të trajner çdo ditë dhe e ka dhe si model. Prandaj thot i stërvitin me durim dhe e dinte që kur t'ikte, këta do sillnin fjalën e Zotit. Nëse ti dhe unë i shpëtuar sot, nëse e ke këtë gëzim të madh, është dhe pjesë e kësaj skuadre që Jezus i zgjodhi. Jo është dhe pjesë, po është pjesë e drejtë për drejtë. Sepse ai këta njerëz përdori. Dhe ata që na sollën në ungjillin. Dhe momenti tjetër ndërtoi jo hyje te pandemia e kaluar, por ndërtoi çata, ekip. Nuk janë 11 mesa, nuk do mendojnë gjithë si ne, harrojeni këtë. Do lodheni kot. Unë që kur bisedon me njerëz, dhe për gjëra të thjeshta fare. Vim atë mendimin tonë, e ke parasysh, ky ushqim është më i mirë, kjo ngjyra është më e bukur, po të shkosh në këtë qytet kalon më e zë. Kur flet me ti kë, thoti gjë tjetër fare. Ju ka ndodhur ndonjëherë? Se jemi të ndryshëm, s'po them me drejtë e gabuar, po them gjërat e jetës. Ne jemi gjithë ndryshëm, nuk do mendojnë njerëzit si ne. Luma ai që rritet në Krishtin ka atë vizion, ka dhe atë zemërgjërsi, ka dhe atë durim që thotë, që kur po flas me këta, nuk do jetë si unë, s'do qeshin si unë, s'do kuptojnë gjëra që kuptoj unë, nuk do i pëlqejnë gjëra që pëlqej unë, nuk do jenë aq çitër apo të mbyllur sa unë. Kështu i fiton njerëzit, je më i hapur për te mëkateve pasaj, që dashuria dhe motivimi mbulon një shumicë mëkatesh. Kjo është ideja. Ide që deri në fund. Sepse Zoti është trajneri më i mençur, zgjodhi gjymtyr. Si ta, madje s'ka nevojë të flasë për gjymtyrë që duken. Do të thotë pastori thua që ky është. Kemi nevojë edhe për gjymtyrë që nuk duken shumë. Që mund të kenë dhe vështirësi. Si thaj, madje gjymtyrët që janë më pak dukshme, janë më të rëndësishme. Si që janë më të rëndësishme ato? Ato ndoshta edhe ty që i dukshëm thojnë sa, po themi që edhe i rritur besim, lavdi Zotit, na motivojnë të punojnë për ulim çik vete, të ngrejnë tjerët, themi që si na ngriti dhe Krishtin ne, nëse jemi çik më lart. Po është më i mençur Perëndia. Dhe lavdi Zotit kjo kish vazhdon dhe sot. Kjo s'është kritik, kjo është motivim. Që dhe sot vazhdon, lutet, pranon njerëz, por sigurisht mund të bëjmë më tepër. Nëse fokusohemi dhe kapemi tek trajneri. Në momenti i fundit, do lexojmë vargjet e fundit tani, tek mbyllja, Jezus e provoi veten që është trajneri fitues. Mbas ai Ferguson fitoi as kupa, i lëm, fitoi 38, që kur fitoi 20. Që aty e ka treguar veten ai që është trajner, nuk ke se si mos i besosh atij. Problemi është pastaj ai ndjeki lojtarët, tham. Dhe unë kam gjuar te futboll kam qenë, thoshin trajneri na i dha detyrat, por ne si zbatuam dot. Se trajneri bën skemën, atë që vizionin që ka dhe Krishti është trajner çfarë? Fitues. Në kryq duke i humbur, është ai minuti i fundit i ndeshjes. E ke parasysh? Mbaruam, unë kam qef të ndeshjet, kam parë të live, është duke u rrahur ekipi, kanë ikë tifozat. Keni pa ndonjëherë? Ju ka ndodhur nga fundi i ndeshjes, e di që ju gratë s'pari ndishin, po më besoni, i ikin, boshatiset një pjesë, dhe të kur gol, të në vrap. Kam parë këto dokumentar, ka shumë intervista që thonë, s'besova, unisa shkoja nga makina, fitoj ekipi. Krishti, në fund si fitoj.
duke mundur vdekjen. Ta mbyllim me 3 vargjet e fundit. Dhe prandaj ne nuk kemi çfarë mundim vdekjen, ne thjesht duhet të qëndrojmë në lojën e trajnerit. Lexojmë së bashku 3 vargjet. 1, 2, 3. 1 Korintasve 15:37. Por falenderojmë Perëndin që na jep fitore në anë të Zotit tonë Jezu Krisht. Filipianëve 1:6. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një vepër të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. Se ka marrë. Efesianëve 2:10. Sepse jeni vepra e Tij, e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira, që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to. Çfarë do Bibla? Jezusi tashmë ka fituar. Ti tashmë je i fituar në skuadrën e Krishtit. Ti duhet rritesh tani, fitosh ti dhe unë pra, fitojmë të tjerë. Sepse dhe gjithashtu, çfarë është i bindur? Që ai ka nisur atë vepër trajneri. Lojtari nuk bëhet sot. Disa mund bëhen dhe kur mos jemi ndoshta këtu. Mos e di atë. Por ky duhet të jetë vizioni, shpresa, lutja dhe mënyra si punojmë ne. Me fjalën e Zotit që ka shumë të rëndësishme frymën dhe besimin që krijon. Që ta di lojtari, nuk ka lojtar më të gëzuar sa ai që e di që trajneri do jetë aty, do përuli veten për mua, do rrin fush në shi ndjell, do motivoj dhe kur gabojnë do herë do mëzisë, do herë gjutë edhe kështu. Çu, nga herë ke nevojë për një shkend vogël. Nga herë ke nevojë për një përkthjelje. Hajde këtu. Edhe ky lojtar, sa do unë kam vuajtur kështu, po mund t'ja dalësh. Këtë bëri Krishti, sepse ka nisur një vepër të mirë dhe do ta përfundojë dhe prandaj të thotë jemi thirrur për shuar këtë vepër të mirë tek të tjerët. Që lavdi Zotit për këtë trajner, që është trajneri më i famshëm në botë, arriti fitoren më të madhe. Fitoret e vogla të jetës, dishepujt do t'i arrinin vetë dhe pa Krishtin, për janë përkohshme. Fitoria me Krishtin është jeta e përjetshme. Lavdia e Perëndisë. Kështu që ka shpresë, që ndrojmë lutje, të motivojmë, të mësohemi, të jemi si dam, trajner motivues, siç ishte vetë Zoti ynë, Jezu Krisht. Mirë, ftoj tulim kokën dhe të mbyllim sytë, dhe të lutemi. Zot, falenderoj Perëndi që këtë kish, që është e përjetshme në fakt, sepse ti na bleve me gjakun tënd, o Zot, edhe gjithë kemi shpresën në ty. Por një kish e thjeshtë, o Perëndi, me njerëz thjesht, jo me shumë njerëz, o Zot. Ti na jep ne privilegjit të dëgjojmë këtë mesazh, o Zot, për ty që je lideri më i madh, më i mrekullueshëm, që formsove vendet më të zhvilluar, o Zot, me këtë lloj leadershipi, që edhe sot se kuptojnë shumica. Falenderoj Krisht që ky është mesazh i kulluar, është qartë për një që ka mendjen e dur dhe frymën e dur, një mesazh frymëzues, o Zot, nga shembulli yt, o Jezus. Një trajner që sheh për te asaj që shohin lojtarët. Një trajner që e nis me lojtar të dobët, sepse realisht ende nuk janë të pjekur. Siç jemi të gjithë ne para te, o Zot. Një trajner që të jep hir, që të motivon, që i do të vetët deri në fund. Nuk lufton për drejtat e veta gjithkohë, nuk lufton për kushtet e veta. Nuk lufton vetëm për një grup vogël, është një trajner në fakt që erdhi për gjithë botën. Falenderoj për këta 12 dishepuj që ai përdori. Sigurisht e dim që njëri si gjithmonë në historitë tradhton, gabon, që ishte Juda dhe humbi këtë mundësi, o Perëndi. Falenderoj që i përdori këta njerëz kaq thjesht, shumë pa njohur, të refuzuar nga shoqëria fetare, o Zot, dhe adhurimit madje fatkeqësisht. Ishin ata njerëz që pe ti, o Perëndi. Na ndihmo të shohim disa nesh këtu, edhe pse jo, të kemi vizion dhe për njerëz që nuk vinë këtu. Që janë si që ishim ne dikur, që nuk e njënim që ishte kisha, çfarë ishin këngët për Zotin, çfarë ishte lutja, çfarë ishte plani yt, o Perëndi. S'mund i shohim dot këto, nëse shohim çdo ditë gjëra toksore, veten tonë, arritjet tona. Është komplet e pamundur. Ti na e thua, është e qartë, o Zot. Që na ndihmo të ushqemi në fjalën tënde, të stërvitemi, o Perëndi, se ti ke durim, edhe të jemi dhe ne ajo që na ke thirrur të jemi, drita dhe kripa, jo si mendojmë ne të jemi, po si modeli yt, o Krisht, që është komplet i pagabueshëm.
për atë që do të shikoj. Që rritë e kishën tonë, o Zot, edhe për shkak të kësaj teme kaq të mrekullueshme, kemi këtë privilegj kaq të madh, o Zot, të rrisim veten, mos shohim të tjerët, mos shohim si funksionon bota, ndonjëherë edhe njëri tjetrin nga ne, me të meta që kemi, siç kishin dishepuj. Pra ndihmo të shohim tek ti, o Krisht, dhe të luftojmë fort, të jemi ai lloj trajneri dhe ne për të tjerët, o Zot. Falenderoj Jezus që na gjete. Na dhe fitoren e jetës përjetshme, o Zot. Bekor dikoj që është pa Krishtin, ta mendoj, o Zot, se po nuk qenë skuadrën tënde është i humbur për përjetësinë, e ka humbur ndeshjen. Falenderoj edhe një herë, o Zot, që je kaq i mirë, je kaq i mençur, na ke dhënë këtë fjalë që nuk mund të krahasohet asnjë fjalë tjetër, o Perëndi. Mbush mendjet tona, zemrat tona, emrin tënd çmuar lutemi. Amen. Shumë faleminderit. Fjala e Zotit është e mrekullueshme, të qëndrojmë në të, të rritemi, asnjëherë s'do ketë fund. Ta mbyllim me një këngë tani. Ju ftoj të ngriheni të gjithëve në këmbë. Faleminderit që ishit sot me ne, Zoti ju bekoft drekën e mirë.